2 vjet e gjysa, gati 3 po i bëj që jam marrë. Tani nëse shkova në Amerikë, jetova atje një 15 vjet. Tash prap të vim, prap të vim. Pri thirrët makthi, edhe kjo është shumë e mirë për shumë lloje, për shumë probleme. E kjo është pelimi i ëmbël sepse i ëlt, po shërimin e ka të ëmbël. Okay. E kështu që kjo është ndihmon shumë të shumë probleme, i cili ndihmon edhe të tumorët, edhe të hemoroidet, edhe të shumë gjana. Kush nuk e ka në shtëpi lulen e blinit, nuk di që do të me mojt një qaj. Veç me një bim, asnjëherë nuk punoj. Do të thotë të une, që si kombinoj 10 deri në 15 bim që me pas efektin sa më të madh. Te bimët e këto gjanat, nona është si thesari dijet. Po jam falënderuese që janë kthy edhe këta. Unë garantoj që kanë ndihmu të qindra e mia njerëz të problemet e tësisë. Edhe mjalta me fort zez ndihmon për të gjitha problemet. Do të thotë kjo është produkti më i mirë që kërkohet. Përshëndetje për krejt, sot kena ardhur në fshatin Konjot Lipjanit edhe jena taku me zënjën Sylvi, zënjën Sylvi që shi, me shnet, na dol dilli shishër. Po, mashallah shqyr se boll kemo. Sot kena ardhur me vizitu zënjën Sylvi këtu të shtëpia, jo të dheni ku jeni mësu zakonisht me po kena ardhur me ja vizitu bimt edhe kam na kallëzu këtu te bimt se çka ka këtu, ta është pianisëm. Apo na kallëzon këtu çka janë? Kjo është bima e kalendulës. Është bim për shumë lloje problemesh. Kjo është bima shumë e mirë për krema, po përdoret edhe të shumë gjana tjera. Do të thotë këto e qes edhe të tumori, edhe të shumë gjana tjera, do të thotë të shumë probleme. Është fenomenale për lëkurë. Kjo punot me petala, me trupa? Me të thonë drejtën, kjo mas shumë të petalet lulja komplet. Lulja. Është fenomenale që jep kjo ka shumë... Sa kit më janë pa këto? Me të thonë drejtën, i kam një 7-8 dikon dhe në 10. I kam edhe atje mrapa, edhe këto, edhe anena. Kjo pi bimve ma të mira, va? Kjo është bima me të thonë drejtën për mu, për lëkure, për disa gjana tjera, për ndryshe e kam mbjellun ja këtu, pra është heliokrisumi. Hajde vazhdojmë shumë. Qare qëfar lullet bukur. Që sa bukur kjetë. Qysh, kur të e bukur tani, edhe ka herbi sajna, ha? Po. Që kënej? Kjo është bim. Këto janë arat, në mesin e arave, për me shfrytzu këtë vend këto, i ku mjell këtë bimën që është shumë e rallë në Kosovë, a do të thëtë është e ardhën prej Shqipërisë, për i ardhjen e ka prej Shqipërisë, kjo është bima heliokrisumi, ose në Shqipëri thirrët makthi, edhe kjo është shumë e mirë për shumë lloje, për shumë probleme. Është për lëkurë, po është edhe për gun veshka, të infeksionet e të shumë gjana përdoret kjo bim. Do të thotë këta e ku mjellë si vjetë për me provu qysh pe ban toka jonë. A pe ban? Po, me të thonë drejten, shumë pak ko mujt me arrit me ujit, po për shpëshjet që i ka përbalu edhe në zetit shumë, edhe me të thonë drejten pe përbalon edhe po mbjetan se ta thash ka qenë shumë e vogël kur e ku mjell, po e shoh që po i përballon nxehtësisë të madhe edhe kështu që do të vazhdoj, do ta shumëzoj edhe do të punoj me ta. Për ndryshe tash i kam edhe disa raj knina me mi karxu era, disa gjana edhe nuk po shihen. Dje ka pas shi shumë. Ka pas shi shumë në qëtë javë edhe mi ka dëmtu pak, po për ndryshe tash i kam edhe pelimin e ëmbël, disa rena këtu te poshtë deri atje. Që kjo pelimi i ëmbël, a? Që kjo është pelimi i ëmbël. E qysh edhe pelim edhe i ëmbël? E kjo është pelimi i ëmbël sepse i ëlt, po shërimin e ka të ëmbël. Okej. E kështu që kjo është ndihmon shumë të shumë probleme. Artemisia është, do me thonë kjo është pelimi i ëmbël Artemisia, i cili ndihmon edhe të tumoret, edhe të hemoroidet, edhe të shumë gjana. Unë po i shoh që dikush po i poston, ban për këto. Kjo lukthin,
problemet e tumoreve, problemet e lëkurës, e shumë gjana, ky ka ndihmu dhe ndihmon shumë. Sinqerisht është i illt, po shërimin edhe ndihmën e ka shumë të ëmbël, edhe për ata duhet më thonë pelimi ëmbël. Hajde vazhdojmë i shohim pjesën tjetër. Këtu rezervoarat e ujit, a? Këta rezervoarat e ujit, për ndryshe, dikun mu ka mush pa pastruse. Shumë. Koha Zhvera, është edhe shio të ro shumë. Po shi ka ra. Tani bari bin. Në qëtë kohë, Edhe këtu kalendula, a? Edhe këtu kalendula, deri atje nalë, do të thotë... Domat portokallta, domat verdha, a? Varet për lulë. Varet për ngjyrës që she ka, do me thonë kjo është e njëjta, të njëjtin efekt e ka, edhe ka dhonë rezultat mirë. Arra pas ke mjellë thë dush? Arra e kina krejt ta 60-arit mjellun, arra edhe pemë të ndryshme atje nalë, tani kena mjellë edhe blina, se blini më nimon shumë të problemet e gjumit, të problemet e stresit, blinin e kombinoj me shumë bim tjera, të stresi dhe të ankthit të depresioni. Do të thotë... Blini nuk ka veç mjarë dhe i ramira? Ja, kush nuk e ka në shpe lulen e blinit, nuk di që do të me mojt një qaj tjetër. Blini është para sa mije vjetë që është përdur si, do me thonë, si qaj, si qetësus, në mramje edhe në mëngjes, kjo është sen ma i mirë nuk ka. Une janë të mprit edhe një 3-400 blina që i kam i qitë në fshatin Plitkovic, edhe pse atje egziston, po na dojna mi ba edhe për arum, pra edhe mi shfrydzu. Edhe frashnja i kam disa droj, një 200-300, edhe këta do të dalin se janë 5 hektar tokë ku janë të i prit me shku këto bim, të mrekullueshme se lëvorja e frashnjës hen punë. Lëvorja? Lëvorja e frashnjës. Ka i keron fije kësaj lëvorët e? Me të thonë drejten, gjithherë të hulumtu, edhe të lexu, edhe është fenomenal druni i frashnjës. Do të thotë, këto kanë me shku, kanë mu transferu në 5 hektarshin që është ta shpret me dalë. E kështu që edhe arrat, tash do t'i shofim, arrat nimojnë shumë të shumë probleme, do të thotë, arën e kam që e punoj, po me të thonë drejtën tash frutat, i 4 të vetë nuk kena desht m'ja vlan, ta këtu këna një kamet arrat që janë, që s'kena mujt m'ja hjek këtë frutin, se arrave javë kena hjek frutin më rrit, më zhvillu trupi, e pastaj vjen koha e frutit. Arën e përdorit të gjandrat, e përdorit të ploku, e përdorit të shumë gjana tjera, dhe të thotë arra është me gjethe me krejt, është një bim që duhet pa tjetër, se arra është e mirë edhe për memorje edhe për shumë sene. Pa tjetër kjo e ka dhe fruti i saj e ka dhe pamjen e trunit. Kështu që kjo ka dhonë shumë efekt edhe jep efekt, unë shërbena edhe me gjethin e arrës. Edhe gjethi po të vynë, Gjethi arrës më vynë kur vjen koha, inshallah e presin djemë, se unë nuk e pres, trungu i arrës për mobilje nuk ka trung ma i mirë se i arrës, po inshallah nuk mi vjen kur puna me prej për trung. Për mobilje, a? Për mobilje. Kap jam symë tash, kënej pas mi kalendula? Po, tash shkojmë këtu, disa pjesë me lisë, me barë blete, edhe me heliokrysumin. Për çka po të vynë me lisa dhe heliokrysumin? Me lisa është bim shumë e mirë, të stresi, ankthi, të pagjumësia, e kombinoj me bim të ndryshme. Do të thotë, kjo nimon shumë të kombinimet. Unë për veti, veç me një bim, asnjëherë nuk punoj. Do të thotë të une, që si kombinoj 10 dhe 15 bim që me pas efektin sa më të madh, ajo nuk ka efekt. Kështu që do të thotë të une janë kombinimet e shumë bimve. Tash do të dalim edhe të bim tjera. Pas ka dhe lule dilli? Kam lule dilli disa i kom qitë se kja është shumë e mirë, petalja është shumë e mirë. Edhe kjo qitet të shtrim, por një sasit vogël kom dasht me provu që shpo ecë,
edhe pse kogja mi ka dëmtue breshnja dhe era atë ditë që ka fry atë shumë. Këtu i kam disa trupat gështenjës, Gështenjës. po i kam disht me provu qysh po shkon gështenja. Edhe pse ka qenë koha kur i kam njell, ka qenë shumë e thatë, i kam një 20-30 trupa dikon, edhe gështenja është shumë e mirë, edhe lulja e gështenjes më hin punë shumë, po si do qoftë gështenja është e mirë me pas për Kënej çka ushqim. kem? Anena i kem tash do të dalim, kam spermenten, valerianën, kam melisa, edhe pak rozmarin, i kam disa bimë, tash e shohum që spermenta është shumë e mirë për problemet e hormoneve, është për antioksidant, është shumë e mirë për lukthin, kështu që ka ndihmu edhe ndihmon të shumë probleme. Pra këtu jemi të valerianat, tash një kohë e kanë kry luljen, të fillojnë prapë me lullzu, këtu lullzojnë tanë vitin, edhe i kanë rojt shumë fitimpruse, edhe janë shumë ndihmojnë për stresin, për shumë probleme. Ja pra po tentoj me nxjerr një bimë të valerianës, nëse do të muj mi arrit, edhe pse ju shkputën shumë rojt. Ja rrite. Pra, këtu janë bimë të valerianës edhe pse janë këput shumë. Valeriana është bima ma e kërkume në botë, edhe ma e shtrejta në botë. Do të thotë kjo është ndihmon të stresi, ankthi, pagjëmsia e tjera, se këta e kërkojnë shumë për probleme edhe të muskujve të qafës edhe depresionit, ankthit e shumë gjana. Stresin e largon shumë kjo. Do të thotë, kjo është bima ma e kërkume edhe ma e dashnja për mu, edhe pse s'kom mujt me arrit me hjek këto lullzimin e parë që e ka pas, kjo tash fillon me lullzu deri në dimën, edhe është shumë vjeçare, ndihmon, është shumë bimë e mirë, e cila trajton edhe ndihmon të shumë probleme. To pra jam në disa fidane të spermentës. Do të thotë këtu janë kanë deri në ma shumë se gjys metre, tash është e treta herë që do të vjen që do të korret. Mas shiut kjo edhe ka fillu edhe më gjallëru shumë, do të thotë spermenta është e problemet hormonale, për antioksidant, për lukthin edhe për problemet të ndryshme. Kjo ka dhënë shumë efekt, është shumë e kërkume, është shumë e shtrejtë. Me të thonë drejtën kam kërkesë, e kjo është bima me të cilën une shumë shërbehna të qajrat të cilët i prodhoj zakonisht me spermenten, me këto, do të thotë me këto bimë, e kam edhe 5 hektashin që i grumbullojmë, i kam edhe tjertë, do të thotë fermer të cilët nga fshatrat të ndryshme, i grumbulloj ato bimë të cilat nevojitën. Do të thotë në malet e Sharrit, në malet e Gjilanit, në malet e Zhegovcit, në Plitkoviç, në shumë fshatra tjera, do të thotë Petrov, e qka rrugë deri në Preval, do të thotë na i marrëm këto bimë, e disa bimë që nuk gjinden këto, atëhere vinë nga Shqipëria, Turki edhe Arabi. Do të thotë, unë furnizona me shumë bimë të ndryshme, edhe një herë e ceka, vetëm me një bimë, mos të mashtro dikush se do të thotë do të bëhet mrekulli, pa i kombinu këto bimë të cilat unë i kombinoj 10-15 lloje për çdo lloj problemi, atëherë se cila bimë ja jep atë efektin e vet, kombinimet e bujnë mrekullien, edhe ndihmojnë të problemet e ndryshme. Që për shembull jena pranë një bimës e cila nuk ka nevojë mu largu, kjo është lulja e cila shërben për prostatën edhe për shumë probleme të ndryshme. Një grosht nga kjo bimë e hudhim të shumë probleme të ndryshme, do të thotë e bëj kombinim, edhe kjo është fenomenale. Është gjënah me hjek këtë bimë, sepse ne mendojmë se të gjitha janë barishta, i zhdukim nga toka, i largojmë nga toka, edhe pse këto janë bimë shumë të mrekullueshme. Do të thotë, si për shembull të Nimi Fletshi, të Ahilea, ajo është gjithherë i kanë thonë bari,
po është bima mrekullueshme e cila shërben të problemet si të lukthit, të lëkurës, shumë gjona tjera të ndryshme, mos t'i ciki me radhë, është fenomenale. Ashtu është edhe kjo bimë e disa bimë këtu që i kam të cilat shërbejnë për shumë gjona edhe nuk i dëmtoj, nuk i largoj nga veni sepse ja vlen mi pas afër që të mos dëmtohen edhe të shërbehun me to. Këto janë sherebela. Sherebela, për çka na vjen sherebela? Sherebela ndihmon shumë të frymarrjet, të bronhiti, të mushkrit, po sherebela është antioksidant. Kjo ndihmon edhe të varrat të plagë të ndryshme, kjo ndihmon edhe për mishin e dhëmbëve, të bajamet, të fyti, kjo është antioksidant. Ndihmon të shumë probleme infeksionesh. Ndihmon edhe të infeksionet urinare, edhe të lukthi, edhe të çdo problem, do të thotë sherebela është bima, nuk di që ka të thamë, është e pazavencueshme. Sherebelat që e treta apo e katërta herë që është kur, do të thotë kjo po arrin shumë edhe nuk shikojnë erën çfarë arume kur është sherebela këtu, a besoni që e qel krejt organizmin, frymarrjen edhe Veç një petale e ka gjitha të erë. Kjo është një bimë që nuk mundet kush do të thotë kjo Mja ka përcy, a? Mja ka përcy se është bima ma e mirë. Këtu janë disa origanet që kanë ngel të cilat i kena kurrë dhe i jem të i thatë. E qëto? Këto knena janë melisa. Melisa. Do të thotë kjo kam parcela me melisa, edhe kjo shumë frek është kurrë, po falë Zotit që ka dhënë si vjetë mirë shi, edhe Ka bi prapa. Kjo skurret edhe kjo treta apo e katërta herë që është. Edhe këtë bimë, përpara kam mendu se do të largohet se është në bimë e keqe, do të thotë edhe kjo ndihmon shumë të veshkat. Kjo bimë ndihmon shumë të veshkat, e kom lexu, i kom testu, edhe do të thotë këto bimë që janë këtu prezent, se cila e ka vetien e vetë edhe e ka ndihmën e vetë, kështu që janë bimë fenomenale, është gjëna me i hjek për një venit. Ka mendu se janë të damshme për bimët edhe për këtu, po kur i lexoj që janë sheruse atëherë nuk rrinë këtu se gjithë shka është bio. Shka na ka bo shio, a? Po, këto na i ka thy mollën. Kjo është ftuni, e tash kena me pa mollën që mi ka thy disa bimë më dhimen shumë se edhe disa i ka laku atje, do të thotë mollat e këtu, po Qërja mollat ka lavesh, a? Jam shumë falenderuese që kjo tokë nuk ka sen që nuk e ban, kjo është tokë shumë prodhuese, në fshatin Konjuh këtu, kena fermer të cilët më kanë 20 hektarë, 10 hektarë, 15 hektarë, i mjellin me grun, me misër, po patatet edhe qept edhe laknat janë fenomenal, këtu prodhohen shumë të madhe. Do të thotë, fshati Konjuh është shumë i njohur për këto produktet, do të thotë, bujqësore. Toka e këtuhit është fenomenale. Ja, pra mollat mi ka laku, mi ka dëmtu. Këto janë pjeshkat. Shif nëse si janë ba pjeshkat, edhe pse ka pas shumë, ka pas shumë ngrica, kjo o konë shumë të thy, po ngricat edhe, folë Zotit që i kom pështjel me atë folije. Qëre për pjeshke? Si Qipnisë o s'kam bua? Po këto ju garantoj që asni pesticid përveç që i përkati me biberna, edhe me gjanat ndryshme, ose na i sot buke, ose diçka për mos mi pa. Dhe nëse ka prezent krymin, të na nuk qënë pesh, se do të me kanë gjithë shka bio e pa dëmtune, e pa pesticide, pa asni sen. Po nga kalëzën shakena që tu? Pjanismi për qëtyn e lullav? Po. Hajde, afrumit e shomit, qëfar lulle është? Kjo është kantarioni, lule basami. Kantarioni, për shka na vërgjë? Lule basami është bima mija vjeqare të cilët e kanë përdur njerëz për shumë probleme. Do të thotë kjo është edhe për lëkur, është
nishi për luksin. Kantarioni përdoret edhe për stresin, e shumë probleme tjera, është bima ma e kërkune edhe është bima ma e vlefshme që është. E kjo? Kjo është lulja lavandës. Lavanda kjo? Që kjo, a? Po, kjo është lavanda e cila përdoret për shumë probleme. Lavanda është të stresit, të lëkura, të problemet e ndryshme, do të thotë është bimë që ja vlen me pas edhe në borë, edhe në kut flejsh, edhe gjithkohë se kjo jep aromë të mirë. Tash me këtë punën e lavandës, do të thotë me vajin e lavandës, janë këta, do të thotë kjo është parfymi të cilin e kemi bu vetë. Ky sprej i cili është i përgatitur nga vaj lavandës, do të thotë ky ndihmon të shumë probleme. Kjo është shumë i mirë me spërkat venin kur dush me pjetë, kështu, pra edhe kështu në këtë mënyrë, ftyrën ku të kish, kjo e largon stresin. Është një vaj shumë i mirë që përgatitet nga vaj lavandës. To lulat? Kjo është oregano. Oregano. Kjo ndihmon Kjo e shumë. picave shta? Oregano është për çdo lloj, mos me pas një oregano në shtëpi, nuk e di çfarë të them, kjo është për kuzhinë. Kjo është vaj oreganos, edhe bima oreganos, çaj oreganos, kjo është fenomenal edhe te kuzhina, po edhe te shëndeti, do të thotë vaj oreganos është edhe për lëkur, për me pi, për me përdor, për shumë gjona është nishi. Që mjaltën që i ke pështjell? Mjalta që e kom pështjell është nga disa lule që nuk i prezentuam atje. Kjo mjalt i ka pështu femrat të problemet e cistave, pas ka fillu veç mu kristalizu, mjalta. Kjo është e kombinune me bim, mjalt kombine me bim, ja pra mjalta originale veç ka fillu mu kristalizu. Se kjo do të me nejtë në frigorifer, edhe kur të përdoret, përzihet edhe përdoret. Kjo mjalt, unë garantoj që ka ndihmu të qindra e mija njerëz të problemet e cistave. Kjo ndihmon shumë të cistat edhe të shumë problemet ndryshme. Bima barveshje ose roja shpist me të cilën e përgaditi unë këtë mjalt, unë i kam faktet e gjalla që kam pështu pa ja hjek vezort shkaku i cistave, ku njënën ja kanë hjek, tjetërën kanë desht me ja hjek prap. Kam qindra njerëz që janë falenderu dhe falenderuhen nga kjo mjalt e cila ka vonë shumë efekt. Do të thotë, pastaj për cista e kam edhe këtë mjaltën. Këtu në bashkëpunim me çajrat edhe këtu mjaltat që i kam kombinu, do të thotë këtu kanë dhënë efekt edhe të cistat endometrioze, ku mjek cistat endometrioze nuk i preferojnë asnjë operu, se ato vetëm shumëzohen janë shumë të bezdishme dhe janë shumë të rrezikshme. Do të thotë ato shumohen shumë. Këto llojet e çajave që i kem këto për çka i kem? Disa çaja i kom marrë, nuk i kom marrë gjitha sepse na kemi shumë çajra të ndryshëm. Që ke për mëlçi, për kolesterol? Mëlçi, kolesterol, diabet, infekcion, do të thotë prostat, gun veshka, lok, të gjitha llojet i kemi, me qenë se këtu nuk i pruna të gjitha, na i kemi të gjitha, i posedojmë të thotë shumë lloje të ndryshme të produkteve. Ja pra ku e kemi edhe mjaltën me farë në zezë, edhe mjalta me farë të zezë ndihmon për të gjitha probleme. Do të thotë kjo është produkti më i mirë që kërkohet. Fara e zezë është një produkt që përdoret edhe si lloj vaji, pra edhe me mjalt, edhe vetëm normal vetëm fara, jep efektet të mëdha. Do të thotë kjo është mjalta me farën e zezë për shumë lloje problemesh ka dhënë shumë. Tash jena me Naimin, djalin e Silvijës. Naimi u kthy pi Amerikës. Naim shihje. Mirë. Me shnet. Mirë. A jam ambientu këtu në Konjë? Kom fillu ka pak. Qysh po doket kjo puna me bim? Që sa i bone që e këti? Unë tash i kom bo një dikun 2 vjet e gjysa, gati 3 po i bëj që i marrë. Po puna me bim është
unë prej se që e moj veten me anë, nona ka punu me bime dhe për para normal edhe kena ndihmu, kena bashkëpunu e sene. Tani nëse shkova në Amerikë, jetova atje një 15 vjet. Tash prap Prap Te të gjeneza. bim, prap të Po. bim, s'ko. A javë ke marrë dorën të hiç? A të vyn gjithçysh me pas nonën nga të vetë? Po e qëre, nona sa ka di rreth bimëve në të kalzova, prej se që jo mbo me majt vetën men, nona është ose tu marrë me bim, ose tu lexu diçka për bim. E tash, për një me, kur t'i vjen puna te bimët e këto gjanat, nona është si thesari dijes. A bëdin, e tash pune për me e marrë tona dije që e ka nona, me siguri që mi merë bile s'paku një 2 dekada, a bëdin. Po thua, Mirë po, kështu kryesisht po, nona ma shumë edhe po mirët edhe me prodhimin e qajnave këtyne. Na jem, do me thonë që punojmë familjarisht komplet, jem të inkuadrum këtë punë, normal kemi edhe punëtor, po mirë, nuk është keq. Suksesi jon ma shumë është suksesi klientave është edhe suksesi jon, a vetëm që edhe tash normal, po ka shumë njerëz që po kanë suksese. Kryesisht unë ma shumë një mbaj nanës me punën e telefonatave, me shkresa, në qatë aspekt. Apo të nimon e çave që po thot? Jo, unë e falenderoj shumë, o jam falenderuese që jenë kthy edhe këta, e me thonë drejtën këta tani janë shumë të lumtur kur vinë klientat, njoni mas tjetrit edhe dërgon njoni tjetrin. Ta kanë mujt shtëpinë, a? Po, sinqerisht me nipa e mesa edhe jam shumë krenare, Edhe jam shumë e lumtur që jenë kthy. Tu kanë kthy motorrat, se ti kështu ke punua, mo pej që të kanë ardhur djem. Po, kërkesave do të thotë për mua janë tash një veten më të fuqishme edhe një veten më të sigurt se i kam krah djemt, e kam burrin, i kam punëtor të cilët vinë edhe prodhojnë për neve ose grumbullojnë për neve. Kemi shumë një staf të madh, ndoshta njerëz nuk i kanë pa asnjëherë stafin tonë që i kemi atë mrekullueshëm që punojnë bashkë, po çdo herë intervistat kam dalë veçone. E do të thotë tash kena mjanis edhe na imi nga pak me qitë. 4-5 vite do të thotë. Se ja bollu lodh kjo me kamera. Që 4-5 vite do të thotë që janë kthy djemt edhe janë ardhur edhe nuset, jemi një staf i mrekullueshëm, krejt punojmë bashkë, nuk e këqyrëm kush cilën punë e bën, te prodhimi, te grumbullimi e të gjitha gjanat do të thotë. Po këta janë shumë të lumtur pra dhe one, kur klientat vinë. Amo na em kjo është shefi, a? Apo, jo, A është thirrë si shef? nona është shefi. Nona është shumë punëtore. Edhe për një me është edhe në zërë me a gjetë shokën për punën e punës, edhe normal, edhe pret shumë edhe prej neve, edhe po, qëre, punë në të ditë, për diçka kanë thonë. Për me po vak drita. Për diçka kanë thonë. A ki kuptu ta është këtë sistemin qysh mi prodhu, qysh Po ja keni mi mësu komplet këto. Po njëri, qëre, tash është një kohë ku njëri mundet me thonë nuk du me dit, ama nuk mundesh edhe me thonë që nuk di. Po kupton qysh, se tash po thuja se gjitha informatat i gjanë online, po kupton. Edhe normal, edhe për shembull barnatore që ka i blen ilaçet, edhe ato prej mishit nuk prodhohen, as prej cementit jo, edhe ato bëhen prej bimbe. Mirë po janë shumë më të koncentrume, vallajnë qëre në tash edhe për mos me sulmu ashtu edhe në këtë medicinën moderne për i thojmë na. Mirë po, janë për një me, janë më të koncentrume, kemë shumë raste, neve na bjen punë me gjithë shka, për shembull ka pi njëri sulfata për prostatën, edhe ndër vitet ja kanë prish melqijen, apo kupton qysh. E tash për shembull këto që janë bio, që janë edhe organike, janë pak më të buta, bile s'pako që ato efekte anësore nuk i kanë. Po. Normal, tash se cila bimi ka ato molekulat e veta, i ka ato gjanat e veta, edhe na gjithmonë jem tu mësu, edhe kjo nuk është një shkencë për shembull që ka fund dikun, po vazhdimisht tu avancu, tu mësu ma shumë, tu bë. Na ju falenderojmë shumë, inshallah jeni qështu një familje e kompletu me gjithë, edhe qoni non-stop nivele ma të nolta këtë punën, se njerëzve tek po thirrin, po kanë hajrë, se mës me pas hajrë ty benalën. E inshallah... Unë thash, qëre, normal, organizmi për organizmi dallon, edhe nuk jena kërkusht marrum njëjtë, e ke pa të edhe bëha kjellet e mjeku me shku, i merr një parë kokra, mas një kohë shkon prap edhe ti ndron, thot, jo merr çto tjera. Qa është? Është puna për shembull që unë thash prap, krejt është puna edhe në këto diçka efekte anësore nuk kanë.
qyshe ceka dhe më herët na kena raste tulifare, për shembull kem njerëz që janë botë në varën prej kokrave antidepresion ose diçka. Dhe tash për shembull për me ka ardhur një kohë ti mundesh vetëm me hi me shkruan ChatGPT dhe me pyet ChatGPT-n çka jam tupi. Ç'është? Edhe vjen njëri për shembull thotë vallajn kam ankth ose diçka, dhe tash ti e merr këshir çfarë kokra është tupi, kur e sheh, është tupi kokra anti-skicofreni ose diçka, po kupton qysh. E janë botë njerëz në varën prej tyne. Tash përmes çajnave, përmes bimëve, biles po që ato si ka, edhe në qysh. Edhe në njën vetën ma mirë, kemi lloj raste, domethënë që vinë falenderohen vazhdimisht, pavarësisht për shembull është se kanë pas gurën veshka, që është një dhimbje shumë e poshtër. Kemi raste që kanë pas tumore, kemi raste për shembull që kanë po ose epilepsi. Shtash e patëm një me tumor të lëkurës, në qafë. Po, Ramadani kishte tumor në qafë, edhe a dit kur erdhë bile dhe bisedun me ta, pak ma gjënsisht, na tregoj që i kish pas dikun 5-16 vjetë për mdokët, edhe ka provu edhe në tretmanet ndryshme, po mdokët nëse zgaboj se qërë tash për me pak edhe zërë mi majtë në menë si cilin, mirë po mdokët që i këshin thonë mu bo operacion ose diqka, edhe a i kish vendos pa thonë edhe që okej, ta provoj me që to, ose mbojnë hajrë ose nuk mbojnë kur gjë. Edhe ka dash zoti ka pas sukses, mirë. Tash për shembull që ato raste është knatësi edhe për neve, a vëdin qysh, se nuk është normal, na kena punë dhe punojme që të punë dhe jetojmë për e qësaj pune, ama knatësia ma e madhe është për shembull kur njëri e shet që dikush ka pas sukses, edhe u shëru, për shembull vjen thot faleminderit, a vëdin qysh, është një ndjenjë që nuk paguhet me pare. Normal. Na ju falenderojmë shumë, e ju ki që përna këshërni, mundi me i kontaktu numrin e keni këtu poshtë, ju ka dalë një 3-4 herë dhe me thira dhe mi kallëzu zënjë Silvia se na imi çka keni edhe pa ju rekomandu diçka nuk e lojnë. Kështu që thërrni në telefon.